Ndërsa brenda parlamentit debatoi për çështjen e përfolur të Divjakës, jashtë saj mijëra protestuesi janë bashkuar thirrjes për të marrë pjesë në protestën e organizuar nga Partia Demokratike me moton Shqipëria drejt Europës, jo Kolumbis. Situata është tensionuar për shkak të shkëputjes së përsëritur të energjisë elektrike në Shesh, e cila bëri që për pak minuta të mos funksiononin mikrofonat si dhe 2 monitorët gjigant që transmetonin pamje nga seanca plenare. Energjia është rikthyer pak para se të niste fjalën kreu i Partisë Demokratike zoti Lulzim Basha, i cili është pritur me duar trokitje të forta. I hoqën dritat sepse tremben nga zëri juaj dhe nga ajo që kanë shqiptarët për t'i thënë. Duke ripërsëritur akuzat e artikuluara edhe më parë në adresë të kryeministrit si dhe kërkesën për dorëheqje të tij, kryetari i Partisë Demokratike tha se në vetëm 9 muaj të qeverisë, droga kapi qiellin e Shqipërisë. Një përgjegjës ka këtu populli e di që ky është Edi Rama. Qytetarët shqiptarë ka një tjetër mundësi, ka një tjetër instrument, që njeriu përgjegjës për këtë situatë të çojë në shtëpi dhe të çojë në shtëpi bashkë të kartelin e drogës. Ja dolën ta detyrojnë parlamentin shqiptar të ulet dhe diskutoj për trafikun e drogës dhe përgjegjësitë e Edi Ramës. Ashtu nesër, pas nesër, ditët dhe javët e ardhshme, me gjithë të shqiptare dhe shqiptarë, dhe me qindra, mira të tjerë, dhe të përpellim Edi Ramën me vërtetën, derisa të dërgohet. Ky është misioni im. Protestuesit mbanin në duar pankarta me foton e kryeministrit Rama, të rrethuar me mushkonja si dhe parulla të tilla, si integrim, jo drogës, ndërsa kishte prej atyre që goditen me qese me miell 2 monitorët gjigant sa herë që në seancë merrte fjalën kryeministri Rama. Ndërkohë grupe deputetësh të Partisë Demokratike si dhe drejtues të saj her pas here janë bashkuar kësaj proteste. Mushkonja janë ata që fshihen atje. Ne jemi qytetarë të këtij vendi, jo vetëm demokrat, jemi shqiptar. Ik zotri. Ik merr përgjegjësinë, jepe dorëheqjen. Protestës antiqeveritare ju bashkuan edhe bashkimi i sindikatave të pavarura drejtuesit të furgonëve 8+1, si dhe të shkarkuarit nga administrata publike. Për të mbajtur larg perimetrit të sigurisë protestuesit, policia kishte krijuar një kordon të gjatë sigurie, kryesisht me policë femra, ndërsa për siguri brenda rrethimit parlamentit qëndronin 10 forca të ndërhyrjes së shpejtë. Protesta ka vijuar reqet dhe pa incidente mes protestuesve dhe njerëzve me uniform, derisa është mbyllur rreth orës 15:00 paralelisht me braktisjen e parlamentit nga deputetët e djathtë.